Llogaritni mi bo 70 vjet një njeri pa hongër buke mishkon. Qa bohën? Ashtë, krejt. Min askont nuk e mojnë. A i pot, ato viktimat e regjimit shkatrus, Allah e shkatrus, qysh e shkatroj atë diktatorin, ja u boft edhe aty në tjerve diktator, qashtu suguratina. Qysh dalshin krejt, eshna, pe i burgjeve që i ndërshin në Siria. Pa ushqim, qashtu janë bo shpirtat tonë pa ushqim. Edhe nuk jo në gjendje mi bol as një sfide, as një sulmi, as një problemi, as një peloshje, as një smundje, as një sprove me të cilin e godet jeta njeriu sot, nuk po jo në gjendje me i bol, nona tona, vllaznia tona, motra tona, familjarët e tonë, njerëzit e tonë, na nuk po jena në gjendje mu përbol me as një sfidë. Për çka? Vetëm se shpirtin e kena zajftu shumë. Shpirtisht jena tepër të lodhun, e shpirti i lodhun edhe i zajft nuk është në gjendje mi bol as një sfide, as një sprove, çdo vdekje, çdo smundje, çdo teloshe, çdo mërzi, çdo hall, çdo breng, gjithçka që e godet njeriu, me një herë rëzon, me një herë qet për toke. S'di qa kom huq. Marova diçka. Pse? Se shpirti është i zajft. Nuk e doron, nuk i bobol. A i zajfti su në qënë vetën, jem ja qitë edhe 100 kila e rëzëkrej. Po e që është i shnosh, ati 200 që t'ja si njën heq. A i keni po ata nga të tegat? Ka 250 kila që. Hajde t'i forcojmë shpirtat, t'i ushqejmë shpirtat tonë. Dhe mos lejojmë që me u mundu edhe me zavendësue mungesën, urinë e shpirtit me gjona të tjera, sikur që shpo tentojmë sot.